amerikanëve, këto shpërbëhet, tjetra do të shpërbëhet dhe amerikanët janë humbësit më të mëdhenj në këtë pikë. Jo se do të vinë rusët, nuk vinë rusët këtej. Nuk kanë rusët çfarë bëjnë në Evropë, nuk e duan Evropën për asgjë. Ty ja falësh sot nuk jam I bidur që nuk duan ta shohin në Evropën dhe duan t'ia dinë për të. Sepse nuk mund ta mbajnë Evropën. Rusia sot nuk funksionon në bazë të ideologjisë politike, partijake, pa siç kishim atëre komunizmin ose socializmin. Në vendet socialiste nuk ekziston më kjo. Nuk është më bashkimi sovjetik. Shumë tezë interesante kjo e Macronit. Absolutisht. Që po I hap portat Kinës. Po shkoj e tha, e ndëgjuam të gjithë. Pra nuk është se po e them unë. Para 2 ditëve. Para 2 ditëve po. I tha, hajdeni dhe investoni në çfarë në teknologji. Neve jemi të hapur që ju të ngrini. Duhet ka përcejmë diferencat e mëdha. Mendimin tuaj. Pra nuk vajti Strokiti në Amerikë, ti thoshte I ka vajtur sa herë në Amerikë dhe nuk I tha Trumpit, hajde në investoni të kapërcejmë diferencat që kemi me Kinën dhe me Rusinë. Jo, po shkoi tha Kinës, hajde të kapërcejmë diferencat, po diferencat me kë? Ndërkohë që SBA-ja kërkon izolimin e Kinës. Pikërisht, prandaj po them që këtu është ky problemi dhe prandaj Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen ta përdorin Evropën dhe Ukrainën për të bërë atë control damage. Pra, një dëm I të kontrolluar. Pra dëmi është bër, u bë dhe tashmë hajde ta mbajmë të dëm në mënyrë të kontrolluar që të mos shkaktoj dëm më të madh, sepse ndryshe do të çojmë në zhbërjen e këtyre dy entiteteve, NATO-s dhe Bashkimit Evropian, dhe kjo do të thotë fundi hegemonisë amerikane në Evropë dhe në këtë pjesë të botës. Dritan, ne po të hapim këtë, po do ta lë për herës tjetër këtë në diskutimin se dua që ta kuptojmë këtë si mund të reflektohet në Ballkan, kjo se ka patur le të themi kryetari republikani në Komitetit për Europën Keith Self, I cili ka vlerësuar se Ballkani përveç Ukrainës, që është në pushtimin rus, është rajoni më I paqëndrueshëm në Europë, sipas dhe ka të drejtë në këtë aspekt që Ballkani është rajoni më I paqëndrueshëm në Evropë, për arsye se kemi probleme territoriale të pasgjidhura, kemi probleme etnike të pasgjidhura, kemi probleme që kanë të bëjnë me çështje jetësore të ekzistencës të popullit, kryesisht të popullit shqiptar në Ballkan. Do të diskutojmë me herës tjetër Dritan. Ajo që ka ndodhur, unë vetëm do të them ajo që ka ndodhur është turpi më I madh që ka ndodhur pardje dhe dje në Republikën e Shqipërisë dhe që po vazhdon të ndodhe sot është që treguam që nuk kemi asnjë ndjesi për interesin kombëtar. Neve përdorim interesin kombëtar vetëm kur kemi mundësi për të përfituar prej tij. Kongresin Amerikan është mbajtur pardje një seancë e posaçme për çështje të shqiptarëve në Preshevë, Medvez dhe Bujanovc, ku kongresmenët amerikanë kanë mbajtur ka dalë një komision para Kongresit Amerikan dhe ka raportuar që shqiptarët dhe të drejtat e shqiptarëve në Preshevë, Medvez dhe Bujanovc po shkelen nga Serbia, është folur për çështjen e pasivizimit të adresave, për cilin ti ke folur shpesh këtu. Dhe është folur në Kongresin Amerikan, është mbajtur 4 orë në Kongresin Amerikan me dyert hapura, e dhënë nga mediat amerikane, ndërsa mediat në Shqipëri nuk e ka dhënë asnjëra, nuk është marrë asnjëra të merret me këtë, dhe shteti shqiptar jo vetëm që nuk ka reaguar ndaj këtij veprimi që bëri Kongresi Amerikan për mbrojtje të drejtave të shqiptarëve në Preshevë, Medvez dhe Bujanovc, të drejta të cilat me kushtetutë duhet I mbrojë qeveria shqiptare dhe Presidenti I Republikës së Shqipërisë, e kanë të drejtë, nuk e kanë bërë, por çfarë bën? Dje në mbledhjen e OSBE-s, ministrja e jashtme. Kemi një ministër të jashtme që kemi tashmë, këtë kukullën që kanë çuar atje, këtë antaren e haremit të Ramës. Kjo thotë që duhet të njihet Kosova, ndërkohë që nuk foli asnjë fjalë. Është ministra e jashtme Dritan. Po le të jetë ministra e jashtme, është pjesë e haremit të Ramës. Është një nga një nga hyremet e haremit. Dhe kjo hyremi I haremit nuk foli asnjë fjalë për të drejtat e shqiptarëve, për këtë pastrim etnik që po ndodh në Preshevë, Medvez dhe Bujanovc, ishte në mbledhjen e OSBE-s për këtë punë, ndërkohë që Kongresi Amerikan mbante mbledhje për këtë punë. Pra imagjinoni se në çdo drejtë është vëllazërim bashkimi në Republikën e Shqipërisë me vllajën e tij Vučićin. Dritan, po e shënoj për sot, herës tjetër do ta diskutojmë sepse domethënë ja vlen për të diskutuar për shkak se konsiderohet sipas këtij kongresmeni konsiderohet vërtet një rajoni më I paqëndrueshëm pas situatës. Absolutisht, unë vetëm po e them me 2 fjalë, që me zhbërjen e NATO-s, Ballkani hyn në luftë. Është vetëm prezenca e NATO-s që Ballkanin nuk po e mban Ballkanin në paqe. Në momentin që NATO zhbëhet, nuk ka asnjë presion tjetër politik dhe ushtarak që ta mbajë Ballkanin jashtë luftës.
Dritan, të falenderoj shumë që të kisha. Edhe pse jam i keqardhur që nuk e diskutuam sot, por herës tjetër të garantoj dhe po e mbaj shënim. Jam i hapur. Kënaqësi. Në këtë pjesë të dytë të emisionit është bashkuar me mua Endri Tafani, ekspert politolog. Endri, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Klejt Këllixhi, pedagog në Universitetin e Tiranës i shkencave politike. Klejt, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Endri, çfarë po ndodh me luftën në Europë? Kemi patur, le të themi, deklarata të forta, qoftë admiralëve të NATO-s, po qoftë edhe ai plani për zhvendosjen e 800.000 trupave brenda 3 ditëve, ndërkohë ka patur një reagim të fortë Vladimir Putin, sidomos pas takimit me Witkoff, i cili mund të lexohet drejt për drejt si një kërcënim për Europën. Si i vlerëson zhvillimet dhe veçanërisht fokusit mbetet e deklaratat e Putinit dhe sa e mundur, le të themi, është një përplasje e mundshme? Në rasti i gjithë këtyre negociatave që po ndodhin tani, duhet parë një herë që në fillimin e vet, domethënë kemi një plan me 28 pika, i cili ishte praktikisht një plan rus, i cili pastaj ky plan vajti dhe u diskutua me ukrainasit, në cilën ukrainasit hoqën disa pika. Pra, në ai plan të cilat ishin papranueshme, u arrit një marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe pastaj ky qëndrim i po themi i Ukrainës dhe vajti pastaj edhe u paraqit po në Washington a Witkoff, dhe nuk di se çfarë përgjigje mori Witkoff, por në gjithë këtë situatë e shikojmë që Evropa është lënë jashtë. Dhe Evropa është lënë jashtë, dhe në momentin që Evropa është lënë jashtë, Putini do që ta mbajë Evropën jashtë. Pra, i thot, jam unë me Trumpin që po e zgjidhim këtë punë, ju s'keni pse përziheni. Dhe ka dy avantazhe, në kuptimin që me sa duket Trumpi ka pranuar pozicionin e Rusisë, e cila kërkon një kapitullim të Ukrainës, dhe e dyta punës, nëpërmjet mbajtjes jashtë të po themi të Evropës në këto negociata, Putini është më i avantazhuar. Pra nuk ka një fuqi tjetër e cila mund të ndërhyjë në kërkesat e Rusisë. Kjo është arsyeja që Putini del dhe mban ato deklarata të tipit të tillë për t'i treguar Evropës që ju s'keni pse përziheni në këtë marrëveshje që un kam me Trumpin. Po. Ne nuk duam luftë, po. Dhe pra, në gjithë kjo ishte në kuadër të kësaj strategji që po ndjek Putini për të arritur një marrëveshje private me Trump, kuptohet në kurrizë të Ukrainës, duke mbajtur jashtë Evropën. Ky është leximi që mund të bëhet deklaratës Putinit. Pastaj përket vërtetësisë apo aftësisë së Rusisë për të mbajtur një konflikt konvencional. Në Ukrainë, tha, po bëjmë, nuk mund të quhet luftë, tha, ne po bëjmë një operacion kirurgjikal, tha. Ama nëse vjen puna tek Europa, aty pastaj është histori tjetër. Shikoj, domethënë që nga kjo shprehje kuptohet që sa gënjeshtar është, nuk mund të ketë operacion kirurgjikal që zgjat 4 vjet. Nuk mund të ketë operacion kirurgjikal në cilën ke mbi 1 milion ushtar të nxjerrjes luftimit, 1.2, 1.3, aq sa është. Nuk ke një operacion kirurgjikal kur ti nuk e kapur kryeqytetin e një vendi. Pra, e gjitha kjo është një prallë, domethënë, që i tregon, fatikisht Rusia është duke luftuar, po themi, me gjithë forcat e veta në Ukrainë, pra ai sa ka mundësi të mobilizojë për strukturën ekonomike që ka për momentin, dhe nuk ka arritur ndonjë, po themi, një rezultat. Tani mjafton të kujtojmë, në 22 qershor 1941-shin, Gjermania naziste në kohën e Hitlerit sulmoi Bashkimin Sovjetik. Dhe lufta mbaroi me ushtritë sovjetike në Berlin në 9 maj të 45-s, 8 maj 45. Mbaroi lufta. Praktikisht lufta që po ndodh në Ukrainë po arrin të njëjtat afate kohore. Dhe në të njëjtën kohë Stalini arriti nga Moska, në dyert e Moskës, vajti deri në Berlin, dhe Rusia ka 2 vjet dhe nuk kapi qytet vogël si puna e Pokrovskit, që e ka nisur fushatën që në fund të 2023, në fund 2023, dhe akoma
pra 2 vjet për të kapur qytet si Pokrovski. Janë 3 javë që Pokrovski nuk është një qytet si Pokrovski. Pokrovski është bazë shumë e rëndësishme. Nuk është bazë shumë e rëndësishme. Nyje shumë e rëndësishme. Po nuk është nyje shumë e rëndësishme se po t'ishte s'ka mundësi të rezistojë kaq shumë Ukraina në këtë pikë. Këtë e thon specialistët. Nuk është Pokrovski një vend i parëndësishëm. Është, jam dakord me ty që po vuan atë që po vuan, po përballet me atë që po përballet. Për të kundërshtuar atë që po them ti. Po dakord. Për të kundërshtuar atë që po them. A pretendon që e ka rrethuar Pokrovskin? Rusia. Po. Jo, Rusia dje, domethënë nxorri videon në qendër të Pokrovskit me ushtar rus. Me flamurin rus aty. Po. Po pretendon gjithsesi. A mori. Atëherë, nëse për atë që thon rusët, po. Po, të bëj pyetje në thjesht. Meqenëse që nga kjo nyje kaq e rëndësishme, kaq strategjike të tjerat, a urxua fronti? Ja. Jo, ta shohim atë. Unë po them çfarë thon ekspert luftarak. E konsiderojnë një fitore shumë të rëndësishme të rusëve. Unë nuk e di se kë ekspert ushtarak dëgjon ti. General McGregor se po t'i jap emrin atë që pash. Nuk është në momentin kur ai qytet është, po themi, i rrethuar nga 3 anë, kuptohet që nuk ka atë efektshmëri si një qytet që nuk është i rrethuar në 3 anë. Dhe po të ishte nyje kaq e rëndësishme, e kupton? Do kishte kolapsuar fronti. Pra, fronti do kishte rënë dhe ata do kishin. Nuk është nyje e rëndësishme, ukrainasit e kanë bërë të qartë se çfarë strategjie po ndjekin. Nëse do të thonë. Cila është? Atëherë, pika e parë e strategjisë është nuk e mban frontin në mënyrë uniforme. Pra, fronti shpërndahet. Trupat shpërndahen në mënyrë të tillë që të mos rrezikojnë asgjësimin. E dyta është lufta elektronike kundër dronëve. E treta është, po themi, logjistika, pra mundohen që ti ndrojnë trupat shpesh, dhe ty shkojnë fundim. Ukraina po bën rezistencë. Dhe e katërta është strategjia që të shkaktojnë sa më shumë humbje kundërshtare dhe sa më pak humbje në krau vet. Pra, është qytet për jetë. Pra, unë mund të lëshoj një qytet vogël për të shpëtuar jetë ushtarësh. Kjo është strategjia që Ukraina ka ndjekur prej kohësh. Mundohet të shkaktojë humbjet maksimale të rusët, dhe duke qenë se ka një sipërfaqe 600 km2, se humbi 50 km2 ose apo 100 apo 200, nuk është se i kushton shumë. Më e rëndësishme për Ukrainën është që të ruaj njerëzit. Sepse kjo po kthehet në një luftë e cila është luftë attrition, do të thënë luftë gërryese që e cila war of attrition. Po, e cila elementi kryesor ka njerëz. Luftë fërkimi. Dhe kjo është strategjia që po ndjek. Tani në këtë kuadër Putini mundohet që të mbajë larg Evropën, që mos i japë ndihmë Ukrainës, dhe të thotë herë me, po themi, me mesazhe kërcënuese. Do dalim te Europa dhe te kërcënimi se na u spostuam te strategjia. Kret, si e lexove këtë që ishte, le të themi, edhe kryelajmi, domthonë deklaratat e Putinit për sa i përket një përplasje të mundshme me Europën dhe për mënyrën se si foli, tregoi që Rusia e ka fuqinë për të përballur me. Ka një shprehje në italisht, thotë vorrei ma non posso, du, thotë po nuk mundem. Dhe deklarata e Putinit është dua por nuk mundem. Unë s'po them që Rusia është një tigër prej letre, po fakti është që Rusia ka ngecur në Ukrainë. Literalisht është e bllokuar në Ukrainë. Një vend që nuk ka kapacitete strategjik që të pushtojë një vend, duhet kishte mbaruar kjo punë në harkun e, nuk po them një vitin, harkun e 5-6 muajve. Po jemi të sinqert, nuk është Ukraina aty, është edhe Europa. Nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Atë jap shumë Europa dhe Rusia po përplasen në Ukrainë. Lufta me proxy është e vjetër sa vetë historia e njerëzimit, historia e luftës. Dhe është e vërtetë që thua ti që po përballet me perëndimin, po e njëjta gjë ka ndodhur në Finland në 1939, ku është përballë Finlanda me Bashkimin Sovjetik dhe kishte nga mbrapa jo të gjithë perëndimin, por kishte një pjesë perëndimit dhe nuk arriti dot të rezistonte. Ka rezistuar Italia Greqia me Italinë në vitin 1940-41.
Edhe unë ndihmuar nga Britania e Madhe, sepse që Britania e Madhe që ndihmonte me flotën ajrore dhe zetare. Dhe aviacione etj, por ajo që është ideja ime është këtu. Rusia është një tigër për letra. Ajo që dallon Rusinë nga një vend tjetër, nga një fuqi konvencionale, është kapaciteti bërthamor. Sot kishte një lajm që Rusia mund të ketë humbur kapacitetin për të çuar njerëz në hapësirë thuajse përgjithmonë, sepse është prishur një lëshues në Bajkonur. Tash imagjino një vend që nuk ka kapacitetin që të rinovojë gjithë aparatin industrial që është prapa programit hapësinor, ka fuqi që të përballet me Evropën në një luftë frontale është e vështirë. Ajo që Rusia kërkon është kjo pak a shumë. Po të marrim një analogji. Është pak a shumë si fillimi i luftës së dytë botërore, ku një pjesë e mirë e opinionit publik në Evropë, në Angli, në Francë, në vende të tjera, ishin të gatshëm që të sakrifikonin lirinë, po të themi, e vendeve të Evropës Lindore, Çekisë, etj. Ka pas një shprehje, nuk shkohet, nuk luftohet për korridorin polak, s'ja vlen të luftosh për korridorin polak. Ka qenë një shprehje në fund viteve 30 ose gjatë viteve 30. Dhe një pjesë e mirë e opinionit publik edhe e leadershipit nuk dëshiron ose nuk do ta mendoj konfliktin. Pavarësisht se ka shumë afër. Dhe deklaratat e Putinit i bëjnë eko pikërisht këtij lloji mendimi. Dhe po ta vesh re gjithë strategjia, ajo është evidente, gjithë strategjia e Rusisë në momentin që flasim është izolimi i Ukrainës nga Shtetet Bashkuara të Amerikës sa kanë mundësi. Sa ishte Bideni nuk kishte shanse. Tashti që është Trumpi kanë mundësi, kanë shanse, e kanë provu. Në raste të ndryshme Trumpi ka qenë i favorshëm ndaj kësaj. E para, kjo është elementi i parë, dhe elementi i dytë është që të influencojnë ato qarqe politike europiane, natyrisht po me funksionin për të izoluar Ukrainën. Natyrisht që Ukraina pa vendet e Bashkimit Evropian, pa fuqinë ushtarake europiane, pa ndihmën, nuk do ta humbte betejën, por fundi fundit ka diçka shumë interesante në gjithë këtë diskutim. Rendi botror që kemi parë nga viti 1918 e tutje bazohet mbi idenë që ka vende të mëdha edhe vende të vogla. Natyrisht që me pak matematik, secili e kupton se cila është pesha që ka një pabarazit madhe në rendin ndërkombëtar, megjithatë subjektet janë teorikisht të barabarta. E njëjta gjë që ka ndodhur mbas 1918-s, mbas luftës parabotërore, është tentuar të ngrihet në gati një doktrinë thuajse absolutiste të mos cënimit të sovranitetit territorial të vendeve mbas luftës së dytë botërore. Gjë që do të thotë që ne gjithmonë do kemi fuqi të cilat do konfrontohen me vende të vogla. Është normale që ti nuk ke kapacitetin për të luftuar me një vend më të madh se sa ti. Por është normale që për shkak të hir të idesë balancës forcës, vende të ndryshme të ndihmojnë. Dhe është evidente që pa Evropën, Ukraina nuk do të rezistonte Rusisë. Po jo vetëm aq, po ti mund të bësh një llogari tjetër, asnjë vend, nëse fjala vjen, të marrësh një absurd, një vend si Gjermania, mundet që të eliminojë Hollandën, Belgjikën, Luksemburgun, siç ka bërë Zvicrën, siç ka bërë në luftën e dytë botërore pas Zvicrën, mund të ta bëj këtë. Në harkun e 2-3 javë e bën. Çdo vend e bën. Edhe ne po të kishim afër Andorrën, mund ta pushtonin për 3 sekonda. Ose Italia me San Marino dhe Vatikanin. Nuk është këtu, pra ideja që du të them është kjo që Evropa ndihmon Ukrainën. Kjo është më së evidente. Strategjia ruse është ndarja nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mbjellja e farës dyshimit brenda vendeve të Bashkimit Evropian. Që ja ka dalë se po do dalë tek ajo pjesa. Nuk e besoj që ka dalë deri diku. Është ambienti publik në Europë është i lëvizshëm, është i luhatshëm. Endre, ndërkohë Rute, se më kujtua tani që pash Ruten, thotë që ne si aleancë do bëjmë atë që duhet për të mbrojtur Europën në rast të një, le të themi, sulmi nga ana e Rusisë. Si e vlerëson në mënyrë apo si dua një vlerësim real të një përplasje të mundshme ushtarake, domethënë ai ka kapacitetet NATO të përballet, le të themi, me invencionet apo raketat e reja të Rusisë si Oreshniku, Burevestnik apo Poseidoni, paktën këto treja kanë qenë së fundmi në këtë
le themi në media. NATO vetë i ka konsideruar si kërcënime strategjike për aleancën. Ideja është në një përballje hipotetike, a e ka fuqinë aleanca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ajo që po diskutohet sot është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta kenë tradhtuar Ukrainën sipas Macronit dhe sipas disa deklaratave të djeshme që u zbuluan nga media. Po të shikosh kokë më kokë, kapacitetet evropiane. Po. Pa Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kapacitetet ruse. Po. Për përplasje, Europa është më përpara në numrin e avionëve, është më përpara në numrin e artillerisë të lëvizëse, është më përpara në numrin e tankeve,